Përshëndetje miqtë e mi dhe ju ndjekës kanalit Recetat e Mamit. Kam marrë mbrëm vonë, jam kthyer te shtëpia të parëve të mi dhe prindërve të mi. Këtu pothuajse këtu nuk jeton njëri, vetëm ne që vim ndonjëherë rrallë, vëllezrit kush mundet, po unë më shumë se ato jetojnë larg. Si është bërë këtu? Këtu të vjen me qajt kur shikon çdo gjë, vetëm i madhi Zot, shiu, tokë bekuar. Ky vend ka që bukur bëhet çdo gjë, ti nuk ke nevojë në farmaci të blesh çaj kamomili. Si çdo gjë në farmaci, po prap farmaci qyr që janë, se jo çdo kush e ka mundësinë, dhe unë mendova të mbledh kamomil. Tash është koha kulmi fare, ja. Ja, si kanë çelur, besoj e shikoni, nuk ka gjë më të bukur dhe çaj më qetësues, ose një dhimbje koke, ose në darkë nuk të zë gjumi, një çaj me kamomil, po me thënë të drejtën unë e mbledh dhe kur shkoj në shtëpi e hap në atë gjën që ndej rroba, i vej një mbulesë buke dhe e thaj në hije. Për disa ditë avash, ose e nxjerr në balkon, por në pjesë në hije, me thënë të drejtën. Dhe duke e parë me shumë kujdes, gjithmonë duhet vendi shumë i pastër. Këtu është vetëm Zoti e ka bërë dhe vendi është shumë i pastër, se nuk jeton njëri këtu, unë nuk i kam prindrit. Edhe ja, tani është koha, vetëm Zoti lart, shiu i ka larë, është mos pyet më, nuk është shumë dashuri. Nuk më besoni aroma, o Perëndi e madhe, çaçar, nuk e di, kanë një erë shumë të mirë, janë speciale dhe shumë e thjeshtë, ja shumë e gishta, ja. A ka gjë më të bukur? Për çfarë ka? Plot. Do mbledh, do mbush te kovën, sa të mundem, ndihmoj çik dhe im shoq dhe fakt më shumë i kam për një mikeshën time italiane, ajo gjithmonë në porosita manxevia dhe unë çati çoj na gjë që ajo më dërgon mua gjëra të tjera, se kështu janë këto punë. Thotë unë dua vetëm lule kamomili për çaj. Janë të mrekullueshme. Ja. Çaj bio me kamomil. Fantastik. Pim ato postina nëpër lokale që për Zotin si pi gjallë në botë. Ja. Shumë e thjeshtë. Edhe nga që në mosh nuk jam e re, me thënë të drejtën, unë mora një stol, bile halla ime ma sugjeroi, se të dhëm dhe mesi, edhe me një stol unë ullë këtu dhe po i mbledh, ja. Më thjesht fare, edhe pushon edhe i mbledh. Edhe ajo aroma që të çan hunden, o Zot, është shumë e bukur. Miqtë e mi, një ditë të bukur ju uroj, gjithë të mirat, sot që ka dita taman pranë verë. Ju përshëndes shumë me këto lule fantastike të kamomilit, me këta aromë fantastike që vetëm unë e shijoj. Gjithë të mirat ju dua fort. Miqtë e mi janë rritur dhe gjethet e rrushit. Edhe unë do mbledh se zbon për të bërë ja pra kësaj radhe. Kam mbledh dhe ca kështu jeshildhiqe si i thonë, se qa nuk del këtu, mjafton ti njohësh, lloj nena, shklepjetash, qepenjom, hudhra, ka plot, më ndërze egër, po qa nuk ka këtu, këtu vetëm durim dhe nerva duhet. Dashuri, se këtu nerva nuk ke pse të kesh, se je qet 100%. Sta prish kusht të rezin, ja. Ja, ulesh në një vend tu dhe mbush kovën, aq shumë ka. Do mundohem. Kjo është miqtë e mi. Mos sportoni, dhe në për Lëndina ku do tani është koha. Se jo gjithmonë rrin këto, çdo gjë ka kohën e vet. E mbledh tani, ja, mbase mund gjej dhe radhën tjetër dhe nuk besoj, pastaj fillojnë e thahen, ja. Qa bukurie, po më ndihmoj çik dhe im shoq. Ta mbushim të kovën, mbajmë ca për vete dhe ca për mikeshën time. Pastaj do ngrihemi të bëjmë punë tjera. Do mbledh gjithë të rrushit. Do mbledh dhe trëndafila, miqtë e mi, janë mbushur plot, nëse i shihni ke rrugat, i plot. Do i mbledh dhe do i fus. Është mirë në bidona qelçi nga ato 5 litër, po këtu nuk kam, herë do i fus në bidon plastik, pastaj kur shkoj në shtëpi do t'i ndroj. Me pak limontos, s'ke limontos mund t'i fusesh dhe shtrydhësh një lëngun e një limoni, që unë akoma kam në deg këtu të shtëpia prindërve të mi, dhe qa të pish, limonat bio. Shikoni miqtë e mi, këtu ka vetëm blet, ja, o qa dashurie, se këto njerëz të mi këtu kanë blet kështu koshere, sa dashuri. Kjo është.